Kjo është çanta e shpinës e një punëtori i cili del çdo mëngjes tek sheshi në Shënës në qytetin e Gjirokastrës në kërkim të një dite pune. Brenda saj mban ushqim, një shishe ujë dhe shpresën se dikush do ta marrë në punë, qoftë edhe për disa orë. Dikur, ky vend ishte plot me punëtor, që në orët e para të mëngjesit sheshi mbushej me burra që prisnin makinat e firmave apo individëve që kërkonin krah pune. Sot, pamja ka ndryshuar. Tek këtu gjen ndonjë punëtor të ulur në pritje, ndërsa ata shprehen se puna ka rënë ndjeshëm dhe mbijetesa është bërë shumë e vështirë për ta. Sa herë dilni këtu? Dalë gjithmonë. Sa herë gjeni punë? 2 herë në muaj, 1 në muaj. Vazhdo si ka. Sa të vështirë e keni jetesën? Shumë vështirë. Të paguani në një ditë nëse dilni dhe punoni? Një ditë ne kishim për para 20.000 lekë, 15.000 lekë, po tani është rritur çmimi. Pse, sepse nuk ka punëtor? Po. Po 2 javë kam që dalë. Nga vini jo? Nga Gram. Po pse nuk qëndroni në Gram? Po s'ka punë. Po Gjirokastra si ju duket? Po, me ditë po punoj këtu. Po kam marrë 30, 35, 40, nuk dalin ato, por na se jetojmë, ma kupton. Nuk keq. Me veshjen e punës veshur dhe çantën në shpinë, ata vijojnë të dalin çdo ditë, edhe pse shpesh kthehen në shtëpi pas një të ardhur. Për shumë prej tyre, kjo është rutina e përditshme dhe vetmja mënyrë për të siguruar bukën e familjes. Ndërsa sot 1 maj shënohet si festa e punëtorëve, kjo datë dikur ishte simboli protestave për të drejtat në punë. Për këta punëtor, vështirësitë ekonomike, mungesa e punës dhe pasiguria për të ardhmen mbeten ende pjesë e përditshmërisë.